Koha nisi. Shukri Raza. Për çka dëgjojmë lumë ne? E çka premton me ju lumë ne? E çka është realiteti mirë ne? Hipoteka për këtu objekteve shkon në që i thonë atje në Kurbin. Tokët dhe mi kërku ke Albania. Zhyrat janë dy los. Si me dy los qëtë se nuk gje zgjidhje. E para. E dyta, thatë që ka lëvizje, bëhet ndryshim. Njerëzit lëvizin prej halli, se s'keni lëviz ju atje prej Tirana, tikni në ju atje më ta në Italia, Gjermania, tikni në ju, për ma mirë. Po jeni mirë këtu, e në lini ne hap karrek, e në thoni më në mrapa, japim premtime, po t'ishte për 2014, në 2026 një thonë 12 vjetë. Për 12 vjetë, sistemi kaluar ka bë mërkullina. Këtu vetëm shkatrime. Shkët kisha thamun, zgjidhjen e problemit të tokave, të hipotekës, edhe më afër qytetarëve. Ka që kisha. Faleminderit. Okej, Anis vazhdon me radhë. Vazhdon me radhë. Okej, me ju përmbajt kohës, po. Po. Unë do doja që të krijonim një radhë dhe ngritja dorës do të na kishte dhënë mundësi që të krijonim një radhë një pas një. Tani, ju lutem respektoni vajzat që janë në shpërndarjen e mikrofonit, e kalojmë tek zotëria që ka ngrit dorën dhe u ngriti pari mbas zotërisë që sapo foli. Koha jo të filloj. Faleminderit. Përshëndetje gjithë juve që jeni këtu. Unë do flasë vetëm në emrin tuaj dhe të asnjërit nga ato që janë atje. Arsyeja pse? Të ndoqa me vëmendje, të kapa dy momentet kryesore. Populli tha e po zhvendoset nga zonat rurale dhe po shkojnë në qytet. Dhe unë do të thojë më tej, ka dalë jashtë shtetit fare. Arsyeja pse? Është fruti i reformave të juaja. Kjo lëvizje. Po çdo të thotë kjo katastrofë është fatkeqësi kombëtare. Të shkatrosh trupin tënd nëse e konsideroj gjithë Shqipërinë një trup të vetëm. Dhe ta përqendroj shëndetin thjesht se funksionon një organ në trupin e saj, kjo është vdekje për zgjallit. Që të ketë jetesë në një dhe, në një vend caktuar, më duhen 2 kolona. Më duhet materiali tok dhe materiali njerëzor. Fatkeqësisht materiali njerëzor nga ky dhe është me reformat e juaj është detyru, nuk them se keni dëbu me forcë, por i keni mohu mundësin për të jetuar i lirë në këtë vend dhe u detyru të ikë. Shkurt e thjesht do të përmbledh në lidhje me reformën me ato që kërkohet. Nëse tentojnë tek ajo që tha e ti, bashkia është forcu, mu më ngjan sikur t'u bëj ftesë gjithë këtyne, hajni këtu në sallë dhe të ushqeheni, ndërkohë që sofra është atje. Dhe ju thuhet zgjatni dorën dhe arrini të mbijetoni. Gjë që është e pamundur. Detyrohen gjithë njerëzit, hapin derën dhe largohen. Reformat e juaja po e përqendrojnë gjithë kapacitetet njerëzore, po i përqendrojnë në qendër. Ne shemem sistemin pikërisht për të shkatruar centralizmin demokratik, të ndërtojmë një rend demokratik. Si do të thotë, pushteti tu shtrohet këtu janë këtë sallë nga populli poshtë dhe jo nga qendra në mënyrë centrike. Ne dhe reformat e juaja po si thush riciklojnë copat e sistemit të para 90-s. Vetëm se mi reklamoni me ca zbukurime për marramense për qytetarin. Pra, që të shihet gjithë kjo sallë, nuk me duhet një tavolinë atje. Me duhen sofrat dibrane, në çdo 10 veta atje të ketë sofrën e vet. Të mbush sofrën e vet, të ushqihet në sofrën e vet. Sepse nëpërmjet sofrës qendrore nuk ushqihet masa ashtu si duhet. Kush të dojë le të qohet më sfidoj për këtë. Unë du shërbimi të kërkoj qytetarin.
Dhe jo qytetari të rend pas shërbimit, dhe shërbimi vetëm vjen duke ju largu. Gjithë bota po eksperimenton mbi ne dhe ne po eksperimentojmë mbi veten. Pra besoj se e morët vesh. Unë jam E ke ajo kryt që sofrat 3 minuta 10 sekonda. Dëgjoj. Okej. Tani, bukur, a mundet që të ecim pak në mënyrë më konkrete edhe njerë, do doja të dija nga reforma të cilën praktikisht e kemi për ta diskutuar në tavolinë, por që e keni jetuar gjithë. Mund të më thoni realisht, a ka disa gjëra pozitive dhe disa gjëra që janë sfidë për të bërë? Po. Kush e kishte, a kishte një rend për këtë? Kam përshtypjen, të lutem. Po. Ja, një sekondë, edhe këte ka zonja. Pash disa zonja që ngritën dorën këtu. Okej, ka për një zonjën, pra. Unë mendoj që këte ka zonja, po aq, kështu që a vendosim një balans, Dëgjoj. Le ta vendosim me balans. Atëherë, a kemi, dëgjoj se nuk po kërkojmë një zonjë me zorr, po përpiqemi të kuptojmë nëse midis krave të ketë një lloj pariteti. Okej. Me një herë mbas. 3 minuta me një herë mbas. Zonjë, 3 minuta tuaja, vetëm ju lutem prezantohuni me emër, mbi emër edhe pak a shumë pozicionin, po aq për mua shumë e rëndësishme qarku dhe bashkia apo institucioni vendor që juve ju takon. Përshëndetje, jam Hermonela Shaphasa, vija nga bashkia Klos. Okej. I nderuar komision, unë sot nuk flas vetëm si biznesmene dhe si investitore, por si bi Klosi që jam kthyer me zemër dhe me vepra në vendlindjen time Klos. Kam zgjedhur të investoj në Klos, jo rastësisht. Kam parë potencialin e jashtëzakonshëm që ka kjo zonë. Natyrën, historinë, traditën dhe mbi të gjitha njerëzit e saj punëtor. Investimet e mia nuk janë thjesht projekt biznesi, por janë besim tek e ardhmja e këtij qyteti. Por zhvillimi nuk mund të ecë përpara nëse do psohet vetë struktura që mban gjallë të komunitet. Copëzimi i bashkisë së Klosit nuk është thjesht vendim administrativ. Është një goditje për identitetin, për ekonominë dhe për mundësinë që kemi për të ndërtuar të ardhmen këtu në Klos. Si unë, ka shumë qytetarë që kanë zgjedhur të qëndrojnë, të investojnë dhe të kontribojnë. Ne kemi nevojë për një bashki të fortë, pra njerëzve që të mbështesin zhvillimin lokal dhe të japi zë komunitetit. Klosi nuk duhet të zhbohet, por të fuqizohet, jo të humbas rëndësinë për të bërë shembull i zhvillimit në zonat rurale. Unë besoj te Klosi dhe do vazhdoj të investoj, të punoj, të luftoj që ky vend të marrë vlerën e merituar. Faleminderit. Faleminderit zonjë. Me thënë drejtën isha skeptik, nisa kohën thash me letër 3 minuta, por 1 minutë e 42 sekonda në kokë. Do doja tek zonja, e cila natyrisht që ka radhën për ta dëgjuar tani. 3 minuta tuaja nisën. Faleminderit Alketa Agolli, këshilltare. Në fakt, Eno, ju bët një pyetje shumë të rëndësishme për këtë takim, edhe pse kjo sallë nuk është shumë e vogël për të sjellë gjithë shqetësimet dhe problemet e një qarku me një shtrirje kaq të madhe. Sugjeroj që ndoshta ky format duhet ishte përfundimtari, përmbyllësi i kësaj dëgjese publike, pasi çdo bashki duhet kishte një takim të tillë për të dëgjuar
nga afër në mënyrë të drejtë për drejtë shqetësimet e banorëve për çdo bashki të qarkuton. Dëgjova prej jush për të marrë një opinion në lidhje me reformën 2014, e cila u zbatuan 2015-ën. Në fakt unë me keqardhje përtej politikës, edhe pse jam këshilltare, përtej politikës kam një rezervë shumë të madhe. Mund të them që kjo reformë nuk ka prur asnjë shans pozitiv për bashkitë minimalisht për Bashkinë Dibër. E them këtë me shumë keqardhje sepse tek e fundit përtej politikës unë jam një qytetare që në fund të ditës dua të marr shërbimin tim dhe të familjes time nga Bashkia Dibër. Qëllimi i kësaj reforme territoriale ishte zvoglimi i administratës, dhe rritja e cilësisë së shërbimeve. E për fat keq nuk ndodhi asnjëra nga këto. Sot, njësia administrative Maqellar ka po aq punonjës sa ka patur komuna Maqellar. Dhe në total, Bashkia Dibër ka disa fish më shumë punonjës se sa Bashkia e vogël, Peshkopi dhe komunat e mëparshme. E mund të them me shumë keqardhje, e dëgjova fjalën e zotit Mazniku me shumë vëmendje, e mund të them me shumë keqardhje që situatat financiare janë shumë të vështira. Aq sa bashkitë sot me të ardhurat e veta nuk paguajnë dot punonjësit. Në momentin që një bashki nuk paguan dot punonjësit e vet me të ardhurat e veta, çfarë mund të presësh për shërbime për qytetarët? Dhe qëllimi i dytë i kësaj reforme, pra e para rritja e shpenzimeve dhe rritja e numrit të punësuarve në Bashkinë Dibër, dhe e dyta rritja e cilësisë së shërbimeve. E për fat të keq dhe kjo kaloi në kaq të kundërt, që do të thotë shumë zona periferike, sepse Bashkia Dibër 80% e saj është rurale, shumë zona nuk mundon që të preknin investimin, nuk mundon që të preknin shërbimet. Pra e thënë thjesht dhe qartë, për të rritur performancën e shërbimit ndaj qytetarëve, duhet shtim i bashkive. Duhet shtim i bashkive që bashkitë, që qytetarët të prekin shërbimet, qytetarët të prekin investimet, për të patur eficiencë mbi ta. Kemi kaluar 3 minuta 18 sekonda, faleminderit zonjë, faleminderit, shumë koncize. Tani, kemi një set pyetjesh se disa gjëra s'mund t'i lëmë kështu në rënje të lirë. Natyrisht që disa gjëra të cilat kanë qenë kompetence qeverisjes vendore, kanë kaluar te qeveria qendrore, mund të hapin debat se mund të kenë shkaktuar, le të themi, probleme në komunitet, ose nga ana sjellta mund të kenë dhënë frute pozitive. A mund ta orientoni pak tani diskutimin kush ka nga dhe pjesëmarrësit këtu, çfarë elementësh të cilët i kanë kalu nga qeverisja vendore, qeverisjes qendrore, mund të kenë sjellë frute negative ose anasjellta pozitive. Patjetër, tani do duhet mbajmë balancë. Zonja ishte nga ju. Zotria. Riset koha, të lutem, prezantimin 3 minuta tuaja. Përshëndetje, Abdullah Diku, inxhinier Pysh nga Xibri, qendra e botës, si them unë, atje këtu në Lima dhe Morrizit. Punoj privat, pra nuk kam në interes as me qeverinë qendrore apo lokale, kam punuar nga Konispoli, vazhdoj të punoj deri në Alpe, kështu që pak a shumë njoh situatën e pushtetit vendor me të cilin kam punuar. Së pari do të them që duhet të ketë një farë klasifikimi. Komunat që janë malore duhet të jenë më të fragmentuara, më të vogla në numër. Ndryshon Divjaka me Klosin, ndryshon Kodiun. Kështu që komunat malore, sepse shërbimi është më i pamundur. Do të them për Klosin, me qenë se jam atje, po dhe për Matin ndoshta, bashki e vogël në dukje, por që është një 3-4 herë më e madhe se Libohova apo Këlcyra. Ndërkohë që territori është i madh, kërkesa për shërbime është shumë e madhe. Kështu që jam plotësisht dakord me paraforcën që numri i bashkive duhet të jetë kaq, Klosi duhet të ekzistojë, Mati të ekzistojë, Bulqiza, Dibra po ashtu. Reforma duhet tentoj të ruaj identitetin lokal.
shoqëria jonë po bëhet kozmopolite, por nëse ne nuk ruajmë traditat, zakonet, kulturët, kështu siç janë të organizuara pak a shumë në këtë formë që kemi, njerëzit do vazhdojnë të ikin, do vazhdojnë të largohen. Qeverisja e mirë është bashkosh qytetarin me shërbimin. Nëse qytetari do shkojë për një gjyq në Tiranë apo do vinë për Shkopi apo për spitalin apo për hipotekën e tjerë, do të thotë që kemi detyruar të largohet. Ju e dini fjalën e mirë, besoj larg syve, larg zemrës. Bashkitë e mëdha nuk janë afër qytetarëve. Nëse doni shkoni shihni zallbastarin e Tiranës, Tirana ka buxhetin e gjysmës qeverisë apo gjysmës ministrive, shkoni shihni Ishmin e Durrësit, Bashkia e Madhe, shkoni shihni Gjinarin e Elbasanit dhe do kuptoni që Bashkia e Madhe nuk është zgjidhje. Është larg qytetarit, është koncentrim i fondeve në qytete dhe zonat rurale do vazhdojnë të shpopullohen. Për fatin e mirë, në Klos kam dëgjuar se janë shprehur rreth 100 kërkesa interes për të rikthyer, për të investuar në toka në kulla, gjë që tregon se po ringjallet shpresa. Dhe kjo reformë territoriale duhet të ringjallë shpresën, duhet ndjell njerëzit të investojnë mbrapsht duke ofruar shërbimet. Duhet konsultoheni ju si komision me ministritë sepse ka ca direktiva kuadër e ujit, e nitratëve, mbetjeve e tjerë që kërkojnë organizim territorial bazuar në nivel bazeni ujëmbledhës. Për shembull, Martanesh mund të kaloj me Klosin fjala bie në këtë rast. Duhet që burimet natyrore të menaxhohen në mënyrë uniforme. Jo pyet nga bashkia dhe ujërat nga qeveria apo minjerat nga qeveria. Qarku Dibër flen mbi ar, por është qarku më i varfër në Europë. Është më i pasuri në Europë me burime natyrore dhe kjo është për shkak politika të gabuara. Faleminderit. Trenkot, bravo. Me që përmende burimet natyrore, të kapem pak tek pjesa e ujit si administrim ujësjellsi. Një moment e ka pas nga qeverisja vendore, qeverisja qendrore. Tani, a ka dikush që mund ta marr pak në analizë këtë me që zotëria nga ana ti bëri një arsyetim? Okej. Zotëria. Okej. Përshëndetje. Koha juaj filloi 3 minuta. Mbrëma. Po, vrejtë pranoni ju apo jashtë 3 minutit? Unë e ke me mua? Paneli, ju. Unë kam vënë dhe këshu kravat asnjanse. Nëse po hy drejt në temë se indirekt do ta merrni edhe mesazhin tjetër që desha më tham drejt për drejt. Unë sot jam këtu si qytetar, jam privat, jam inxhinier, punoj në sektorin privat për 10 vitesh, por kam qenë kryetari i Bashkisë Peshkopi, Qendërqarku për 12 vite, 3 mandate, domethënë jam një njohës i mirë i pushtetit vendor këtu në Dibër dhe në Shqipëri. Jam trajnuar vetëm në Han nuk kam qenë, në Evropë, në Amerikë dhe në Shqipëri me mjaft donator. Kështu që mendoj që fjala që tha dhe një zotëri këtu ose që thanë edhe këtu në panel vlen shumë që reformat vërtet të jenë afër qytetarëve dhe të shërbejnë qytetarëve. Mos bëjmë shumë teori, domethënë. Pushteti kyçi i prezantimit të 2014-s, pra për reformën, ishte zonat funksionale, pra funksionimi, ndarja zonale, funksionimi zonal. Rezultoi e pas suksesshme, prandaj jemi këtu pas 10 vjetësh, nuk u shërbeu qytetarëve. Dibra ka resurse të mëdha, këtu baza e jetesës është pemtaria, është bujqësia, jam pyet dhe është së fundmi është dhe turizmi bandar. Këto janë gjëra që duhen konsideruar në reformë, pra mos merret thjesht si harta, siç e thatë ju, apo si numër mekanik. Pushteti është larguar nga qytetarët. Në kohën që unë isha në bashki, me financime të marra nga donatorët, ne kërkonim që edhe qyteti i Peshkopisë të decentralizohej, pra përveç Këshillit Bashkiak dhe administratës, të ndërtoheshin dhe u ndërtuan me financime edhe komisione qytetare në nivel lagje. Tashmë kemi shkuar që të gjithë Dibrat duhet të përqendrohet tek një bashki. Antarët e këshillave bashkiak, dashje pa dashje për shkak të konkurrencës dhe luftës politike dhe mënyrës si partitë politike administrojnë burimet, luftën politike etj. Janë kryesisht nga zona e qytetit apo zonat në periferi.
zonat e thellë të Dibrës janë të papërfaqësuara me antarë të Këshillit Bashkiak. Pra jemi larguar nga përfaqësimi qytetar. Pikë tjetër është njësitë vendore që ishin të gjitha komuna që u bën njësi administrative, vazhdojnë siç e tha edhe Alketa, janë me të njëjtin numër punonjësish, por pa kompetenca, pa burime financiare, janë zero, rrin kot. Mos më thonë në nivelin që krijohen mundësi për administrator apo përfaqësues të komunës, sepse një pjesë kanë lëshuar vendet, kanë dalë pensionet e tjera, nivelet e reja përfaqësuese që vinë janë në nivel të dobët. Pra, në qoftë se ju sot, vërejta do të ishte do kishit vendosur aty Kartën Europiane të Autonomisë Vendore, që është thelbi i asaj që ne do të mbështetemi, po t'i shefshim ato 7-8 nene, 9 nene janë ato gjithsej, do ta kishim pas sa larg ne jemi me autonominë vendore. Larg qytetarëve, pa burime financiare, pse jemi të varfër ne këtu, nuk do të thotë që mos na sjell fonde shteti, sepse dhe ne kontribuojmë. Është një bashki e varfër, nuk kemi turizëm, nuk kemi bregdet, na sillni fonde të bën dhe rrugët e Selisht, edhe rruga për Reç, etj. Edhe universiteti mos mbyllet. Faleminderit. Faleminderit. Ma ke 1 minutë borxh. Okej. Po përpiqemi të japim një qasje shumë më, pra digjesës të japim një qasje pak më të plotësuese. Tani unë do doja që të mbetemi pra të kalojmë tek një shtyllë që është shumë e rëndësishme, territori edhe qeverisja. Unë e di që gjithë secili ka analizat e veta kur bëhet fjalë për territorin dhe qeverisjen dhe si do duhet ishte bërë. Por kush mendon, dhe tani dua ta dëgjojmë këtë tryezë me bashkëkryetarët, që reforma territoriale e vitit 2015 me krijimin e bashkive më të mëdha ka përmirësuar jetën ose jo, zotëria aty. Përshëndetje, Korap Kika, përfaqësues i Bashkisë Bulqisë. Referuar pyetjes që bëre, ju lutem, më dëgjoni 3 minutën që më takon. Reforma territoriale e vitit 2015 në këndvështrimin tim ka sjellë ndikim pozitiv sepse ka krijuar një bashki më shumë peshë administrative, ekonomike dhe zhvillimore. Sot Bashkia e Bulqisë përfaqësohet në një territor të gjerë, kryesisht rural malor, të organizuar në 2 qytete, 8 njësi administrative dhe 63 fshatra, me komitete aktive dhe më kryesorja pa fshatra të braktisura. Si pas regjistrit të gjendjes civile, Bashkia e Bulqisë ka gjithsej 20.322 banorë. Po ashtu edhe me censin e 2023, Bashkia e Bulqisë ka 26.826 banorë. Bashkia e Bulqisë ka në përbërjen e saj 12.225 familje. Po në këndvështrimin e pyetjes tuaj, Bashkia e Bulqisë ka një burim të rëndësishëm natyror dhe potencial ekonomik që kërkojnë administrim të dedikuar lokal. Bashkia e Bulqisë ka gjithsej 8.419 hektar tokë bujqësore, ka 43.000 hektar sipërfaqe pyjore dhe ka rreth 576 biznese aktive. Sektori minerar siguron afërsisht 25% të ardhave të Bashkisë Bulqisë. Bashkia e Bulqisë ka një zhvillim në turizëm me rreth 11 bujtina dhe struktura pritëse. Vetëm në vitin e kaluar, Bashkia e Bulqisë ka pasur 23.000 turistë. Reforma territoriale ka ndikuar në rritjen e kapaciteteve administrative dhe realizimin e investimeve që mëparë ishin të pamundura për njësitë e vogla vendore. Ndër investimet më të rëndësishme përmenden rrugë, ujësjellca, investime në drejtësim publik e tjerë. Sigurisht, distanca në shërbimet e terrenit, vështirësitë dhe amortizimin e infrastrukturës mbetën problematikë konkrete. Ju lutem ata dëgjojmë pak. Përkundrazi, Vazhdo. Përkundrazi, Bashkia e Bulqisë duhet fuqizohet më tej, sepse ka identitet të qartë ekonomik, ka potencial zhvillim dhe nevojë specifike që kërkojnë administrimi lokal të dedikuara. Nëse Bulqisa do përfshihet në një bashki shumë të madhe, ekziston rreziku që investimet dhe prioritetet të përqendrohen larg komunitetit tona. Përfaqësimi lokal të dobësohet, si dhe shqyrbimet dhe qytetarit më kryesorë të bëhen më të vështira për shkak të distancës dhe kompleksit të territorit. Edhe 10 sekonda. Investimin në rrjetin e ushtrit kanë pas përmirësim të dukshëm me ndryshimin e reformës territoriale.
Financa dhe të lutem shumë. Ore, jam qytetar i Bashkisë Bulqisë, orë mik, nuk është punë punoj si këtu, nuk im të shprej punë e Bashkisë. Okej. O, zotri, jam të thonë lavët e mia, opinionin tim, ti po opinionin tanë, o mik. Zotri, zotri, koha u kry. Faleminderit shumë. Okej. Tani, a mund ta vendosim pak në balancë? A mund ta vendosim pak në balancë? Okej. Edhe njerë, ju lutem, a mund të vendosim pak qetësi që të dëgjojmë njëri tjetrin? Ashtu. Jeni shumë të mirë, e mbajmë qetësinë. Përkundrazi, unë do doja nga ana tjetër, edhe të kuptoja anën tjetër. Pra, mund të ketë të tjerë që mendojnë se reforma ka rritur distancën, pabarazin, mund të ishte një model me bashkime të vogla më funksional, kështu që të dëgjojmë pak zotrin. A jeni qytetar gjithë? Faleminderit. A jeni qytetar gjithë? Po merrni fjalën. Besnik Muharremi, Okej. banori Bashkisë Klos. Qytetar. Koha jote filloi, Asnjë funksion. qytetar. Atëherë pyetja juaj ishte shumë e drejtë. Reforma 2014 ka rezultu pozitive, ka rezultu as pozitive as negative apo negative. Për mendimin tim dhe gjithë që ajnë këtu, ka rezultu shumë negative. Arsyeja 1, reforma në atë kohë bërë për 3 arsye kryesore. E para, do të decentralizojmë financat të bashkit, do t'i pajisim me fonde si që janë të gjithë bashkit e Komunitetit Evropian, ose dhe të talatëve që kemi në Ballkan. Nuk e di ku është morë kjo model. Ka në i bashki në Europë me kaq numër populsie, sa dibra dhe ka këto fonde nga GDP-ja e bashkisë, e qeverisë, nuk besoj, zoti Masniku. Ti e njoh si mirë, unë kam qenë në kryetar komunë, nuk ekziston. Pra thanë do të bëjmë reformë, se do të decentralizojmë fondet. U decentralizuan fare pak kompetenca, nuk u shoqëruan me fonde. Pra, çau bon u shtuan veç hallën. Bashkitë në atë kohë kishin taka që pagunin rrogët e punojësve. Se kishin 12-13 punojës komunat, diçka më shumë bashki dhe në fund vitit ishin 0-0. Vitet tjera u bë reforma, u bashkuan bashkitë, të gjitha kanë mbyll vitin me deficitin investime. E di dhe deputeti dhe ashtu janë në thesar. Pra, për mua ishte një dështim i plot. Tjetra, pse është dështim? Këto kanë nga i flotë shërbimesh. Dhe flotë e shërbimeve, sa më shumë të rrisish territorin, më shumë do të rri duke bo në gjuhë popullore thënë varravinga, lëvizje. Pra një defekt i vogël do të shkoj dikush të riparoj dhe flotë e shërbimeve është në skajnë tjetër të bashkisë. Kjo i largon shërbimet, i thellon dëmet që shkakton një shërbim i vogël po të riparoj me shpejtësi dhe i shkakton më shumë dëme e bashkisë. Ndaj u mendoj se kjo reformë ka qenë një dështim. Nëse ne duam prapë të vazhdojmë, ta gushtojmë edhe më. Nuk e di, një qytetar, një paket cigare për të njëjtin çmim, e blen ke dera e pallatit apo shkon një 3 kilometra larg për ta marrë. Besoj e merr ke dera e pallatit. Kështu që është të thush edhe decentralizim, edhe ti bashkëm, është diçka që shkon kundër. Sa i përket Bashkisë Klosit, bëni referendum i bashki që pretendon të shkurtohet. Që ose merë mos e 10%, atëherë populli që janë kritikuar, por nuk as 10%. As kryetari i bashkisë nuk i thot do të nesë administratës që bashkia do bashkohet. Pra nuk ka as i banor të Bashkisë Klosit që kërkon bashkimin, qoftë me bashki tjetër, qoftë dhe me Tiranën. Jo më me Mati, na me Bulqizën, na me këtë tjetër. Rosh, faleminderit. Faleminderit juve. Tani, që të kuptohemi. Unë po përpiqem që të diversifikoj fjalën tek gjithë secili, një sekond. Askush nuk e ka të shkruar këtu që është punojës i administratës apo është një qytetar. Unë e di që jeni gjithë qytetar. Dhe e fundit, unë nga Tirana vi, ju njoh pak, ju njihni më mirë njëri tjetrin. Kështu që
Më jepni dhe mua barën për të treguar që praktikisht gjithse cili këtu trajtohet me respekt. Tani, nga ana tjetër, vi te ty, të maj mend. Okej. Okej, zotria është zotria aty. Është zotria me kravatë, është zotria me kravatë. Ju lutem, mund të thoni emrin, ju lutem, prezantoni emrin, nga vini dhe funksioni, nëse keni një funksion, se mos të bëjmë zhurmë që unë e di që ti punon në administratë ose jo. Koha filloi. Fshat Klos, Mat, mjek stomatolog, i zhvendosur në Tiranë nga halli në 97-ën, por mendjen dhe shpirtin në vendlindje. Pranova këtë ftesë për të qenë sot në këtë dëgjesë publike nga përfaqësuesët e pushtetit lokal të Klosit, të cilët i falenderoj. Njëkohësisht një përgëzim për ju të nderuar parlamentar dhe të komisionit posaçëm parlamentar për reformën administrative territoriale dhe në veçanti për bashkëpunimin tuaj majorancë opozit për këtë probleme esenciale për shoqërinë dhe për komunitetin veçanti. Ne vëllezër dhe motra që ju përshëndes me gjithë zemër, kemi të njëjtat halle, si të djathtë, si të majtë. Një të njëjtën rrugë do kalojmë, në njëjtin spital do shkojmë, do Zoti përmirësojnë punët, kemi drejtim njerëz të ndershëm, përgjegjshëm që zgjidhen hallet tona. Unë të dashur ligjvënës, ne nuk do shpikim rrotën të dashur. Ligjet e Europës që po antarësomi i keni përpara. Merrni një model, shihni fshinjen më të afërt, si funksionojnë. 35 vjet demokracia la të diskutohet çështjet e zgjidhjes së problemeve të komunitetit. Ka ndryshuar shumë problematika në Shqipëri me zhvillimin që ka ndodhur në këtë periudhë, në infrastrukturë, në teknologji, në inteligjencë, kudo, të cilat kërkojnë një studim më efikas nga ana juaj, me ekspertët tuaj, që Klosit t'i jepet veçoria vet, Bulqizës e vetja, Dibrës, Konispolit e me radhë. Kështu që bënja ju detyrën, populli është i gatshëm për të shërbyer, për të punuar me djersën e ballit atje ku të parat e kanë lënë. Dhe një problem shumë thelbësor, duke u nisë nga ajo që tha zoti Mazdiku që do presim të antarësohemi në Bashkimin Evropian dhe i kenë fonde, unë do sugjeroja që të bëjmë shmos sot me qeverinë, me bizneset që ka Shqipëria, të investohet në zonat rurale të Shqipërisë, siç kanë filluar lulëzojnë disa bujtina, që po e shohim rezultatet kudo, po të kthejmë do biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë, që ngrim pallatën në katër anët, në det, në arët, vinë të ndërtojnë diçka në Bulqiz, në Dibër, në Klos, në Mallakastër. Kaq kam, faleminderit, suksese. Okej, faleminderit juve. Tek zotria aty me xhaketën kafe. Përpara se të më marrësh fjalën. Nuk e di a e merr si sfidë, po unë do doja të të bëj aty një pyetje direkt dhe të ma koncentrosh të paktën nëse është e mundur ta qëndërzosh opinionin rreth kësaj pyetje. Tani nga përvoja juaj, cili është dhe cilat janë problemet kryesore, ja po të jap fjalën tani, më dëgjoj pyetjen deri në fund, lutem. Organizimi territorial në qark, raportet me afërsinë me qytetarin dhe përfaqësimin në raport me funksionalitetin e shërbimeve. Arrin do të më japësh të përgjigje? Atëherë unë Koha filloi. do ta nis pikërisht nga zona ime, jam Altin Tola, përfaqësues i shoqatës Prosveta, një shoqatë me karakter arsimor dhe kulturor, vi nga zona e Gollobordës. Zona ime është e përçarë në 3 njësi administrative, 2 nga të cilat ndodhen në Bashkinë e Bulqizës dhe 1 në Bashkinë e Librazhdit. Është bërë qëllimisht kjo përçarje. Do thoni ju pse? Arsyeja sepse është bërë qëllimisht. Unë vi nga një zonë e cila përbëhet nga 26 fshatra, nga të cilat 19 janë 2 gjuhë folës dhe gjuha e parë, pra gjuha jone nënës është bullgarishtja dhe gjuha e dytë që mësojmë në shkollë është gjuha shqipe. Reforma territoriale e vitit 2014 nuk e ka njohur
zonën tonë si zonë minoritare ose si pakicë kombëtare, sepse ne jemi njohur si pakicë kombëtare në vitin 2017. Ne nuk kemi asnjë lidhje me Bashkinë e Bulqizës, sepse ne as në kulturë, as në tradita, as në zakone, as në gjuhë nuk kemi asnjë lidhje me banorët e tjerë të Bashkisë Bulqizës. Janë miq tanë, por nuk kemi asnjë lidhje. Prandaj unë pikërisht tu kërkoj shkëputjen e zonës ku unë banoj, e cila përbën nga 3 njësi administrative, nga 26 fshatra në total, nga të cilat 19 janë bullgarofolës, dhe krijimin e bashkisë pra më vete me emërtimin Gollobord. Ashtu si që ka edhe emrin, që vjen edhe toponimia nga bullgarishti që do të thotë kodër e zhveshur. Besoj se do kem mbështetjen e të gjithë ekspertëve dhe të bashkëkryetarit zoti Luciano Boçi, pasi të bashkëkryetarit tjetër zoti Arbian Mazniku, them se do ta kem sepse origjina e tij është pikërisht nga zona nga e cila vi edhe unë. Dhe prandaj besoj se do ta kem mbështetjen tuaj. Okej. Tani, do doja shumë që të digjonim, sepse digjuam shumë nga Bulqiza, digjuam shumë nga Klosi, po. Ja. Tani, mirë do të ishte ta balancojmë pak me Matin. Do të doja ta balanconim pak me Matin. Okej. A mund t'i bëjmë 2-2? Okej. Zotria fillimisht që u ngrit nga Mati, kemi tani ta vendosim balancën siç duhet. Okej, kalojmë tek zotria tjetër. Koha filloi. Nazir Rizvani, qytetari i Bashkisë Mat. Xhelal, po ja vjedh kohën. 15 sekonda sti fala i mrapa. Lëret flasi. Fillem me radhë. Funksionet. Duhet kenë njësitë vendore duhet kenë stabilitet të funksioneve, jo lëvizje të vazhdueshme dhe ndryshim të kompetencave dhe funksioneve. Duhet të kthehet funksioni i furnizimit dhe shërbimit me ujë të pishëm në njësitë vendore. Financat vendore. Në zbatim të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore dhe të Kushtetues Republikës së Shqipërisë, njësitë vendore duhet kenë autonomi të plot vendore për kryerjen e funksioneve të veta. Absolutisht sot nuk e kanë, as gjysmën e fondeve. Duhet automatik, sipas mendimit tim, direkt që transferta e paguzzuar të jetë 2% e përgjithshëm e prodhimit bruto kombëtar. Ka qenë 6.5% të ardhurat tatimore doganore, që shkon të afërsisht 2%, me ligjin e 2016-s u shkurtua dhe u bë 1% e prodhimit brendshëm bruto. Gjithashtu, në ligjin e taksave kombëtare dhe tarifave kombëtare, në të gjitha taksat dhe tarifat, mbi burimet natyrore, një pjesë e mirë duhet t'i kaloj pushtetit vendor, duke filluar gradualisht që mund shkojnë deri në 40%, 50% të taksave dhe tarifave mbi burimet natyrore. Renta janë tarifat e përdorimit të ujit, ka shumë taksa dhe tarifa, nuk është vetëm renta. Te tatimit mbi të ardhurat, duhet të kompensohet totalisht tatimi mbi të ardhurat, mbi biznesin e vogël, që ka lehtësi tatimore me 0%. Nuk duhet të kufizohet tatimi mbi të ardhurat, vetëm këtë tatimi mbi të ardhurat nga punësimi, por duhet të jetë tatimi mbi të ardhurat individuale të gjitha, duke përfshirë dividende dhe të ardhurat e tjera, dhe tatimi mbi të ardhurat e korporatës. Ashtu siç kanë shumica vendeve të rajonit dhe shumë vende të tjera, deri në nivelin 30-40% gradualisht. Kalojmë tek afrimi i qeverisjes me qytetarin dhe hapësira territoriale. Unë mendoj Bashkia e Matit siç të ngelet në atë territor që është, por unë propozoj dhe mendimi im është që njësitë administrative, kryetari i njësisë administrative të jetë me votim të drejtë për drejtë një lloj si kryetari i bashkisë. Njësia administrative të ketë një këshill nga 5 deri në 9 apo 11 veta, gjykojnë ekspertë sipas matësisë së saj. Dhe të jetë funksione të pavarur. Buxheti i njësisë administrative gjykohet nga ekspertë nga 40 deri në 45% e buxhetit të bashkisë, të transferohet një lloj siç bëhet transferta e buxheteve të bashkive nga gjëra. Pjesa
punonjësve, kryetari i njësisë administrative të jetë antar i Këshillit Bashkiak dhe të ketë një kufizim për numrin e punonjësve për një periudhë tranzitore në raport me numrin e popullsisë ose me buxhetin përshtatshëm. Faleminderit. Faleminderit juve. Tani, do doja të dëgjoja dikë që vjen me shqetësimet e Bashkisë Matit. Okej, zotria atje. Po, profesor. Urdhë? Po, Bashkia. Faleminderit. Me radhë. Faleminderit. Jazim Gjoni, antar i Këshillit Bashkisë Mat. Koha filloi, ta dëgjojmë? Po. Faleminderit. Tani pyetja shtrohet a ishte eficiente kjo reformë? Shtrohet pyetja sa eficiente ishte kjo reforma territoriale që u bë në vitin 2014, cilët ishin përparësitë dhe mangësitë e saj. Kështu shtrohet pyetja. Kjo tani duket qartë dhe nuk do shumë koment. Në fakt, kjo reformë jo se që perfekte, po që një reformë që totalisht dha rezultate pozitive në të gjitha njësitë vendore të Shqipërisë. Dhe të gjitha shërbimet u kryen shumë më mirë në njësitë administrative, nëpërmjet njësive administrative, sepse ne dimë mirë që komunat nuk ishin gjë tjetër, vetëm ishin ca feude që qeverishin nga ca njerëz aty, që nuk bënin asnjë lloj shërbimi, që i bënin fonde të rrugë kumbulla. Unë kam qenë vetë kryetar komune në vitin 92 në vazhdim dhe vazhdo të jem përshtatje lokal dhe një mirë përshtatje lokal dhe si janë administru fondet, as dhe një gosht në muar nuk vijej. Të gjitha, nëse akoma ka prapambetje, është si rezultat i keq menaxhimit të punëve nga njësitë administrative që quheshin komuna. Prandaj unë shkurt i bie shkurt. Nuk duhet të ketë bashki nën 50.000 banor. Nuk duhet të ketë, po, ta temon, po të majmë bashkin mat. Bashkia mat është një nga modelet e funksionimit të njësisë të qeverisë vendore me ndajën e administrative. Shërbimet, jo vetëm bashkim mat, shërbimet kanë vajtë në skajet në zonët rurale më thella. Ka shku asfalti, ka shku i pishëm, është ndërtuar infrastruktura, janë ndërtuar qendra urbane, të gjitha shërbimet. Të kërkosh të kthesh komunat, do të thotë ose njësitë administrative t'i bësh me zgjedhje, do të thotë të kthesh edhe një herë ato feudet që të qeverisë jetë ca njerëz që nuk di ç'a bëjnë me ta. Kaq kisha faleminderit. Okej. Atëherë, kam zotrin për shkak se një problematikat e matit pak më thelbësisht. Ta dëgjoj pak. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Ju lutem, ta mbajmë pak rendin. A mund ta mbajmë pak rendin? Ja, një moment. Atëherë problematikat e matit, të Klosit, të Dibrës, të Buqizës dhe mbar Shqipërisë janë të njëjta. Koha filloi. Funksionimi i pushtetit vendor. Jeta dhe shpirti i një shteti. Jeta dhe shpirti jonë. E si duhet menaxhu pushtetit vendor? Deri dje kishim një funksionim pushtetit vendor deri në vitin 2014 me mënyrën e tij. 2014 deri më sot që flasim në Dibër, kemi një mënyrë funksionimi tjetër të pushtetit vendor. Absolutisht nuk ka qeverisje perfekte, por kërkojmë që pushtetit vendor, duke qenë pushteti më afër qytetarit, të gjithë bashkë të krijojmë dhe debatojmë rreth mirës sonë, se kur diskutojmë sot, diskutojmë për të mirën tonë. Atëherë, në qoftë se do të shohim, nëse bëhet fjalë për decentralizim, decentralizimi ka humbur.
autonomia dhe autonomia vendore dhe autonomia e financave ka humbur. Taksat dhe tarifat vendore janë shtuar. Por ka lokalitete dhe lagje dhe qendra që përfitojnë nga taksa dhe tarifa vendore, por për shkak të gjeografisë së madhe të pushtetit vendor, këto taksa nuk i prekin një pjesë të caktuar e popullsisë. E në fund ditës, a janë njerëz ata? E për gjitha këta duhet një harmonizim dhe një interes më i detajuar në aspektin e performancës dhe praktikave që duhet të arrijë pushteti vendor. Nderuar zotëni, shpërndarja e fondeve, paketat fiskale, buxhetimi, absolutisht të gjitha këto zëra që ndërtojnë buxhetin e pushtetit vendor janë sot jo funksionale. Kemi bashkitë mëdha dhe bashkitë vogla. Kush është bashkia e madhe? Bashkia e Tiranës është bashkia e madhe. Dhe për të jetuar ata tiranësit që kanë kushtet ekonomike, sociale, kërkojnë që transferohen në Lundër, kërkojnë që transferohen në zona turistike. E pse ne që e kemi këta zona turistike, mos kemi akses që të zhvillojmë këto zona turistike nëpërmjet një platforme qartë, Mati, gjeografia e Matit, unë mendoj që për të marrë sot një certifikat nuk më duket normale. Për të marrë një certifikat familjare në Albania se prindër Macukull nuk ka, as në Kalat Dodës nuk ka, prindër as në Luzni nuk ka. Për të marrë një certifikat duhet të thosh 2 orë në një kancelari që janë kthyer, e merri me 500 lekë vjetra para vitit 2014 dhe sot e marrim me 1000 lekë vjetra në vitin 2026. Pra janë shërbime tjera. Është procesi i certifikimit pronësisë. Një proces i cili duhet kalojë absolutisht tek pushteti vendor. Regjistri kadastral i tokave që nuk ka kaluar akoma, megjithëse premtohet shumë. Janë shumë elementë që duhet ketë në konsiderat në reforma territoriale. Ka aq shumë problematika sa që duhet një kohë më gjatë për t'i përmbledhur gjitha këta. Nuk ka decentralizim, nuk është funksionale dhe shpërndarja e fondeve nuk është në mënyrë të barabartë në bazë të gjeografisë dhe territorit. Faleminderit për opinionin, për t'i dëgjuar të gjithë. Tani, zotria këtu do doja ta dëgjoja sepse ishte vendosur në radhë dhe për mua është e rëndësishme që të japim mundësi të gjithëve të dëgjohen. Ju lutem, unë kam tani me të gjitha edhe me vajzat që na ndihmojnë me mikrofonët për të koordinuar. Përpiquni që të evidentojmë për të mbajtur një radhë korrekte për të gjithë ata të cilët po kërkojnë fjalën për të dëgjuar. Koha juaj filloi tani. Po, quhem Ysenuka, jam antar i Këshillit të Bashkisë Libër. Këtu jam me cilësitë e një qytetari të zakonshëm dhe dua së pari të vënë dukje për qytetarin nga Golloborda i cili vuri theksoi faktin se ndarja është bërë mbi principe nacionale. Nëse ai zotria e ndje veten ka drejt ndjej se kujt nacionaliteti i përket, nuk ka të drejtë të flasë në emër të komunitetit të Gollobordës. Golloborda është nga vetmit komunitete në historinë e Shqipërisë që i ka dërguar lidhjes së kombeve në 1919 nevojën dhe kërkesën për të mos mu aneksuar nga mbretëria serbo-kroato-slovene. Ata kanë dërguar me gjak se kush është identiteti i tyre. Tjetër, kthehemi në temën e ditës që është çështja e ndarjes administrative territoriale. Së pari du të them se këtu thua shpesh që nuk janë funksionale zonat sipas ndarjes që kemi aktualisht. Unë do të sjell vetëm një fakt. Nëse para riorganizimit territorial të Dibrës, për të ardhur nga Shkopeti për të shkuar në Lur, duheshin 8 orë, sot për të ardhur nga Qafë Murrizës për të shkuar në Qafë Mërkurth dhe në Lur, duhen vetëm 2 orë. Do thotë rruga e Arbrit, njëkohësisht dhe rruga e Lurës kanë sjellë një ndryshim epokal, kështu që funksionaliteti midis njësive është rritur. Gjithashtu, sot kemi shërbime për cilat nuk e shoh arsysh me dashurish, çështjen e marrjes një shërbimi, një certifikate siç është bërë ndonë thuhet, sot s'ka arsye të shkosh as në qytet, as gjëkund me një aplikim të thjeshtë në një adresë të e-Albanias, merr shërbime jo vetëm certifikatës, po edhe shumë shërbime tjera. Kjo nuk do të thotë se ne
jemi tashmë kemi arrit lumturinë dhe s'ka nevojë për reformime dhe për përmirësime, dhe ndaj për të arsye jemi këtu, që gjithë secili të shpreh mendimet, pa ma do desha që të mendimet kenë përmbajtje, të kenë substancë. Për shembull, desha që të theksoj shumë nevojën e forcimit të demokracisë vendore. Demokracia vendore ka 3 aspekte që janë zgjedhjet vendore, që nxjerrin këshillat, janë këshillat bashkiak, të cilët gjithashtu kanë fuqinë vendimmarrëse për ekzekutivin e bashkisë, si dhe aspekti tjetër është konsulenca dhe mbikëqyrja. Do të thotë që dua që për substancë të reformës, në përmbajtje të reformës, të preken dhe të zhvillohen edhe këto 3 element të rëndësishëm për demokracinë vendore. Njëkohësisht unë nuk po ngjoj këtu që të thuhet nëse reforma do të jetë e nivelit kushtetues, do të prekë element të kushtetutës, apo do të jetë thjesht në nivelin e një ligji, siç është ligji aktual, ligji 139. Më falni, faleminderit, kaq ishte koha ime, të desha të them. Faleminderit juve. Okej, kam një djalë. Ishte vendosën radhë. Tani ta respektojmë. Atëherë përshëndetje gjithëve. Po ja pra një sekond. Gjithë secili do të marrë fjalën për atë që intereson. Tani, ata dëgjojmë pak. Përpara se ta nisësh. Dëgjoj. Ti mund të bërtasësh nga aty. Jo, mund të bërtasësh prap. Bërtit prap, por unë them nuk funksionon kështu. Mirë do të ishte me dëgju, me radhë, që do të thotë me radhë dhe kështu respektojmë njëri tjetrin. Dhe e di çfarë unë mendoj që na bën ne më të mirë, mos me u nervozu, se s'ka arsye. Atëherë përshëndetje. Koha filloi. Njëre para ju falenderoj që ma dhat fjalën, se të paktën jam një ndër ato të pak të ri që kanë ngelur jo vetëm Dibër, po në gjithë Shqipërinë. Kjo është një avantazh që shqyqyr mu dha mu. Dëgjesat publike dhe mendimi i qytetarit zakonisht bëhen që ju të merrni mendime nga qytetari dhe këto mendime t'i rakordoni, të merrni më të mirë nga ato dhe t'i implementoni në reformat ndryshme që ju, siç konstaton edhe sot, është reforma territoriale. Unë mendoj dhe besoj dhe jam shumë i bindur që kjo dëgjesë publike është kot, sepse ju e keni marrë vendimin dhe vendimi juaj është që do të ulet numri i bashkive. Dhe konkretisht unë sfidoj të gjithë ato, sidomos ato që janë pushtet vendor, nëse janë dakord ta heqin bashkinë e Klosit apo nuk janë, sepse gjithë e kanë marrë vesh që do hiqet bashkia e Klosit, por asnjë nuk e pranon, qoftë edhe ato të paktën që janë në punë në këtë bashki. Zoti Mazniku ka një mënyrë të foluri i cili mundohet të na imponojë idetë e tij jo vetëm këtu në Dibër, por edhe në emisione ndryshme televizive, duke na thënë që vendi është përmirësuar, nga reforma territoriale ne kemi zhvillim. Ndërkohë atëherë, a ka mundësi të më thotë dikush pse ikin trit, pse ikin nga zonat më të largëta dhe nuk vinë qytet? Ato pothuajse ikin të gjithë jashtë shtetit sepse nuk marrin shërbimet e nevojshme. Bashkia e Dibrës ka pak a shumë rreth 1000 km2 sipërfaqe. Si mund t'i thoni një banorit Lurës apo të Celishtës që duhet vinë Peshkopi të bëj 3 orë rrugë vajtje, 3 orë rrugë për shkuar në shtëpi, për të marrë një shërbim në qendër të bashkisë të Peshkopisë, ku mund të jetë radha e personave që duhet marrin në shërbim për këtë bashki shumë e madhe. Atëherë ai duhet të shkojë përsëri në shtëpinë e vet. Kështu që shërbimi ndaj qytetarit është tepër i larguar dhe jo efektiv. Siç e thash, ju e keni vendosur, është shumë e qartë që ju do t'i zvogloni numrin e bashkive dhe unë i bëj thirrje Partisë Demokratike që kot uleni në tavolinë sepse ai vendim është marrë. Gjëja tjetër që desha të diskutoj është si mund ta lini për shembull Dibrën me një sipërfaqe 1000 km banor me 50000 banor në një bashki të vetme, ku të paktën jo të ktheheshin siç ishin komunat që ishin shumë gjë e mirë dhe shumë efektive, po të bëjë 4 deri në 5 bashki të ndryshme. Dhe kjo gjë është e patolerueshme, sepse në Vellinjen e Skënderbeut mos kesh bashki, Maqellarën që është qytet vetëm mos kesh bashki, banorët e Lurës që janë pothuajse më afër me Kuksin sesa me Dibrën detyron që aty të vinë këtu, edhe ato duan bashkinë vete, po ashtu edhe Selishta, sepse skajet e bashkisë Dibrës janë tepër të largëta njëra me tjetrën.
Kështu që nëse doni të merrni mendimin ton, dëgjojni dhe pranoj sigur janë. Ose ndryshe, bëni sigur dini vetë, ose siç e keni zakon të bëni, edhe mos I lodhni njerëzit mblidhen këtu në sallë, lërini punët e veta sepse kanë lënë punë për të ardhur këtu. Faleminderit. Faleminderit për mendimin. Tani, ju lutem, të vendosim një rend. Do krijojmë këtë kombon. Do të flasi fillimisht zoti Agron dhe mandej zotëria që I kam premtu fjalën. Mbas teje. Sepse praktikisht po mbajmë radhën. Po mbajmë radhën. Agron. Zoti Agron, pavarësisht gjithave 3 minuta edhe për ju. Patjetër. Atëherë faleminderit nderuar deputet, nderuar kryetar këshillave, kryetar të bashkive. Unë do të ndalem, do të flas edhe si ish kryetar bashkie, por edhe si pjesë e Komisionit të Reformës Territoriale, do të ndalem në disa aspekte. Reforma e 2014-s ka qenë një ndër reformat më të mira në këto 36 vite. Du të kthej pas në kohë ato 373 komuna ku ishin vetëm për 373 drejtues, ku shërbimet ishin në mënyrën më të keq menaxhuar, ku nuk ishin as fuqin më minimale të pagunin taksat, pagunin pagat, të pagunin shpenzimet, po të marrë disa bashki ku vetëm kancelari kishin mundësi të bënin në prokurorinë e tyre publike, nuk mund të flasim as për kanale vadice, nuk mund të flasim as për rrugë, nuk mund të flasim as për shërbim pyesh, nuk mund të flasim as për shërbim komunitetit, nuk mund të flasim pas lloj shërbimi. Reforma territoriale solli dy gjëra të mira ku bashkit u kthyn në shërbim të komunitetit. Ku zhvillimi në 61 bashkit, ku si fillim filloi me pagesën e borxheve të prapambetura të 373 ish njësive administrative të atyre kohëve, ku disave nuk u pëlqejnë se 3 çereku ishin ish kryetar komunash që folën deri tani, dhe më vje keq për ta, por nuk është e pamundur sepse kemi 2 anë medalje, dhe së dyti filloi me investimet në të gjitha sektor dhe aspektet, ku bashkit u bën vetë investuese për herë të parë, ku bashkit me taksa e qytetarëve arritën t'ju aktheni po prapë qytetarëve në investime, në shërbime dhe të gjitha aspektet e tyre. Ne kemi shumë thjesht, shikojmë bashkinë e Dibrës, të Buqizës, të Klosit edhe të Matit. Është një shembull konkret ku çdo banor i këtij qarku, i këtyre territorëve njësive administrative e din shumë mirë se si është shërbimi midis ish kryetarëve të komunave apo shërbimi sot i kryetarëve apo pjesës administrative të bashkive. Ndaj, reforma ishte shumë e suksesshme, reforma ishte shumë produktive dhe unë them me plot bindjen që ka qenë një ndër reformat të mira ku sot bashkit jo vetëm që ecën me këmbët e tyre, jo vetëm që investojnë me këmbët e tyre, po arrin të menaxhojnë territorin që kanë administrim, arrin të jenë çdo kohë shërbim komunitetit banorëve. Tash mund vjen keq që disa nuk e duan, po koha e 373 njësive vendore, ku unë këtu më vjen keq se kam ish kolegun tim në Rizvanin që e di shumë mirë se zgjendja e mori bashkinë në 2015-ën me ish komunat. Zoti Agron, mbaroj. 3 minuta. Faleminderit ju. Zotria pas jush. Tash me I respektu njëri tjetrin. Zotria pas jush. Koha filloi. Përshëndetje. Jam Luri Dema nga Qendra Administrative Shupens dhe flasim tani se flasim për këto që jo janë rregullu punë, janë rregullu punë. Asnjë gjë s'është rregullu. Fugoni një qytetar I fshatit Shupens do të me nalë me zbrit në Maqellar. I keni edhe fugonat I keni bë që I keni da me zona. Nuk ka fugos, nalet fugoni
s'të merë, qa kemë kam ras vdekje, dhe s'brestu, jo thot se më gjobit, më ka hek patenten, se rrise ka morë një patronazhist licencen, edhe du të me matë atë patronazhistit du të me matë shpinë, se ka morë licencen aj, edhe su nalet. Jo, tani këtu qa bëhet? Ama funksionale kjo gjo, se kimi pas shkëndmojmë një shërbim, ta morim sot, ta morim agjin në kurbin. Si një shërbim, arkiven. Po, arkiven, ma shumë bukëm ka dalë se më të folë, nuk në gjutëm, se më kalin minutat. Për ato të folë unë ty. Edhe unë kështu them, fito minutat, mos u merr me tjerët. Mesa do të bëj gallat, se këto i kanë licencat e fugonave, pa ne folim shumë. Se janë bloku gjithë licencat e fugonave. Sot ke Afrim Kacin, që është shoferi vjetër, nuk ka licencë fugoni. E ka morë njëri që ka bëhë, thatë, bëkash vota në Gjoric, edhe ja kanë dhënë licencën, edhe hikin shoferat, që kanë më këto orë, të thash, pa prit më të zbëris për sa gjeri, ti se shau për kamsh. Dera hap, thamë filmi Maxi. Qa është më ki Maxi, thash orë, se jetë të vra për sa gjeri në kotë. Edhe këtu s'ponalin, kuptoni shari të bëhë. Jeni do e su se ne s'dim me folë me fjallë të më dhejë, se s'kemi shumë shkollë. Se u kemi lonë ju të shkollume, që ne keni bëhë këtë reform, e keni bëhë lëmës. Ma mirë zishtu, nuk ka. Se që du bëjmë, trapasim duhet që imi të knashëm me reformen. Komunat, kuj lamë? Ku është komune Shupens? Ka më shumë punojnës. Ja, ku ke punojnës? Komunë Shupens. A ka pas më shumë punojnës komune Shupens? A ka tani? Ka tani punojnës më shumë si qendrë administrative. Dhe se letë të votoj. Të votohet, bëhet komunë. Dua një grua. Ta mor me vot, asni lëj, shkëtu për i kërkes, thot prit, kur të bët 10 kërkesa me letër me shkrim, kur të vi kërkesa pi ati që foli, që tha është bë mirë, korap kika, tha ka bë afërsie, a bë rruga këshu, 10 letra e ma atje. U kry, falemderit. Okej. Dua të dëgjoj një zonjë. Falemderit. Tani, me tregu që jeni burrat vërtet dhe alamet zotrinsh, atë japim vëmendje një zonje, ju lutem. Përshëndetje. Zonjë, koha juaj filloi. Faleminderit, nëse prezantohesh. Jam Shqipe Jovani, banori njësisë administrative Shupens, Bashkia Bulqis. Dua të falenderoj zotin Mazniku për këtë takim që ka bërë së dëgjese, sepse kur këto të pëdërë... Takimi është i zotit Mazniku, i zotit Boçi po aq. Po, janë bashkëkryetar. Po, një minut, ju lutem, se i një gjumë këto të pëdës mjaftë deri të shti. Duket nga viti 2015 që është bërë reforma, edhe sot, këto të pëdës nuk do knaqen kur ajo punë ka marrë fund. Në kohën e vetë i merrshin vendimet vetë dhe nuk pyçin antarët e Partisë Socialiste ose grupin tjetër ekspert Partisë Socialiste. Jemi ne ato që jemi të rejtë zvarë, janë këto ato që kanë hangër vitet e veta Partisë Demokratike dhe ne jemi të rejtë zvarë se ishim antarët Partisë Socialiste. Dhe sot, zoti Mazniku, meri vendimet ashtu si ka marrë Sali Berisha në kohën e vetë. E para, e dyta, të lutem. A do më fokuso, zonjë, për reformën? Do marroj 3 minutat e mia dhe do të... Jo, për reformën. Shërbimi në Bashkinë Bulqis, jam shumë e kënaqur që kam një zonjë kryetare të Bashkisë Bulqis, sepse shërbimet janë në mënyrë prefekte. Vërtet jam një punojse e thjeshtë njësisë, por çdo punojse që ka trokit derën tonë, kemi një shprehje në Shupens ne, bujrëm, dhe asnjë punojse dhe asnjë banor i Shupensës nuk është shkuti kundra. Sa për licencën e fugonave që tha banori mi fshatit, në kohën e PD-s ato i mershin fugonat, sot ham ne që jemi. Të lutem, zonjë, për reformën. Për reformën. Të lutem, jam shumë e kënaqur që shikoj sot, sepse vllaim vetëm pse ishte simpatizant i PD-s me 3 lartë oficer, e kanë heq nga puna këto do dritë. Jemi jashtë. Një minut, nuk jam dakord që bashkitë të mbyllen. Populli është i kënaqur, partia
Partia Socialiste ka punu. Qepe, jam të folun, hajde mbyllë. A në gjove, zoti Mazniku, bashkit mos i lëvizni u lutem shumë. Çdo banor shërbehet nga bashkitë dhe njësitë administrative shupëncë. A jeni dakord edhe ju bashkia? Bashkia Bulqis duket, nuk u pëlqen këty në PD se po punot në mënyrë prefekte. Sa rrugë, sa ujësjelsa, sa kanalizime janë bo, nuk u pëlqen dhe rruga arbit. Kur mos u pëlqen? Sa stirë ka pëlqen puna qeverisë të Tiranës këtyne. Okej? Kaq kisha unë. Kur mos u pëlqen, se në kod vetë s'ka punu kur gjo. Vetëm kanë shem 97-ën, nuk kanë bë puna, dëgjove. Të gjithë e dim, po s'u pëlqen këtyne, se Partia Socialiste me Tiranën o të punu, edhe të punoj të klasin këto. Okej. Tani, unë do kërkoja që ju lutem. Unë e kuptoj që ne kemi sport shumë të dashur këtë punën e politikës. Zonjë, faleminderit.